mbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar. Mirë se erdhët në ekranin e radio-televizionit të Korçës. Miqtë e këtij televizioni janë të shumt, ata vinë nga gjitha cepat e botës dhe është kënaqësi edhe krenari për ne të gjithë korçarët kur shohim se ku kanë arritur, cilat janë themi gjitha objektivat që i kanë vënë vetes. Sa kanë mundur dot ata të jenë të suksesshëm edhe të vazhdojnë të realizojnë ëndrat, dëshirat e nisura, profesionet e nisura në vendin e tyre, të vazhdojnë edhe larg kufive shqiptar. Gjithmonë kemi pasur në qendër të vëmendjes përpjekjen e shqiptarëve të emigruar prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ruajtur fort gjuhën, zakonat, traditën, të mësuarit e gjuhës shqipe dhe përpjekjen për ta trashëguar atë në brezat e ri. Nuk është kaq e thjeshtë, po nuk është dhe e pamundur kur ekziston vullneti dhe dëshira e mirë e këtyre njerëzve. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një zonjë e cila profesioni i saj prej më tepër se 3 dekadesh në Shqipëri ka qenë mësuese, dhe ajo nuk ishte ndarë këtij profesioni sepse dëshira e ka shoqëruar për t'ju dhënë më të mirën fëmijëve të shqiptarëve edhe në Floridan e largët, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Merja Andrea Kodra është e ftuara e miq në RTS Korça sonte dhe do të ndaj me ne një përvojë të jashtëzakonshme si mësimdhënëse, por jo vetëm. Zonja Meri, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që u bashkove gjithë miqve të shumë të kësaj rubrike që kanë ndarë me ne emocione, historitë, suksesi dhe shumë e bukur kjo gjë, sidomos kur vini nga Korça jonë. Së pari më lejo t'ju falenderoj që më dhatë mundësinë të marrë pjesë në emisionin tuaj dhe të flasë atë që po ndodh sot në Florida, lidhur me gjuhën shqipe, me shkollat shqipe. Ju keni një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe kjo në fakt është një iniciativë e Vatrës, e cila drejtohet ashtu sikur se ka ndodhur ndër vite nga njerëz vizionar që kanë mbështetur iniciativa të tilla. Dhe natyrisht nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Është një iniciativë e Vatrës për të ngritur pikërisht të shkollë në Tampa të Floridës. Po, në Clearwater të Floridës, Tampa Bay. Por unë së pari thash, ju falenderoj juve që më pranuat në emisionin tuaj dhe më dhatë të drejtën për të folur lidhur me atë që po ndodh sot në Florida, në Tampa Bay. Për sa vitesh Meri ekziston kjo shkollë? Kjo shkollë jeton, më them që në vitin që shta për herë të parë, në 2017, dhe pikërisht kjo shkollë është hapur nga shoqata Vatra. Ajo është iniciativa e tyre, mbështetja e tyre, dhe gjithashtu mbështetje materiale për të hapur shkollë shqipe. Pa diskutim, nuk është kaq e thjeshtë të hapësh një institucion arsimor për shumë arsye, sidomos në një vend të huaj, po jo vetëm. Jo vetëm për lejën që ndoshta duhet të disponosh, por mbi gjitha kërkon një kosto financiare të konsiderueshme. Dhe këtë më mirë ose më së miri e ka dhënë shoqata Vatra, bordi saj, me në krye antarët e bordit, presidentin që ishte edhe është zoti Tasim Ruko. Ne do t'i njohim nëpërmjet fotove, se do t'i fillojmë të shohim një nga një e duke i parë, duke njohur këta njerëz vizionar që kanë mbështetur iniciativën e mësuesve, të cilët duan ta trashëgojnë kontributin e tyre, të japin kontributin e tyre. Është një nismë e jashtëzakonshme, nuk është e thjeshtë, se në pamjen e parë duket sikur gjithçka shkon mirë, sikur çdo gjë rrjedh ashtu natyrshëm, ka problematikat e veta, por duke patur një bashkëpunim shumë mirë me komunitetin e shqiptarëve, duket se këta njerëz vizionar, ky grup që është bërë bashkë dhe i ka bashkuar një qëllim i vërtet, ja kanë dalë mban. Realizohet çdo gjë, po patë vullnetin e punës, po patë ndihmën nga njerëz dashamirës të shkollës, dashamirës të gjuhës shqipe, ndihmëtarë për komunitetin shqiptar. Do të shohim me njëherë foton e parë në ekran? Po, zonja që shohim në ekran është? Zonja që shohim në ekran është një zonjë e veçantë, e jashtëzakonshme tek ne. Është një ndihmëtare e jashtëzakonshme e cila mbron kauzën jo vetëm të shqiptarëve në Amerikë, por edhe të shqiptarëve në Shqipëri. Që do të thotë është financuese? Financuese, ndihmëtare për të gjithë ata që kanë nevojë.
është ndihmtare ose kontribon tek njerëzit që kanë nevojë, qoftë për sëmundje, qoftë për halle, qoftë çfarë do mund të ketë. Quhet, si quhet zonja? Zonja quhet Fotini Kokeri. Të përshëndes. Edhe ne përshëndesim zonjën Fotini, besoj ajo jeton për shumë vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Sarasota. Dhe i ka bërë një qëllim vetes për të ardhur në ndihmë të gjithë shqiptarëve. Ata e shikon kudo, në çdo vend, në çdo pozicion, ku shqiptarët janë të grumbulluar, jep ndihmesën jo vetëm me zemrën e saj, por dhe nga ana monetare. Do të kalojmë një personazh tjetër. Besoj zonja është edhe disa bordit? Më fal, desha të thesha edhe diçka tjetër, me që janë në Korçë, para disa muajsh mund të them, zonja Fotini ka sjellë një ndihmë të jashtëzakonshme në spitalin e Korçës. Unë e kam parë vajta këto ditë në spital dhe pashja ka tërguar dhe ka sjellë këtu mjetet të ndryshme për mjetet kuptohet për spitalin e Korçës. Zonja Fotini më duket dhe jam e sigurt që përsëri një kontingjent tjetër do t'i vi spitalit të Korçës nga zonja Fotini dhe Roberta Panariti, sepse janë grupe që janë bashkuar. Faleminderit, jam e kënaqur sepse jam korçare dhe ndihmon qytetin e Edhe ne sigurisht e falenderojmë, është një kontribut sa do i vogël të jetë, sidomos kur bëhet fjalë për institucione kaq të rëndësishme shëndetësore. Ne besoj zonja është pjesë e bordit. Pjesë e shkollës është ndihmtarja më e madhe e bordit të shkollës. Një së bashku ajo është gjithashtu edhe ndihmon Vatrën. Ndihmon dhe Vatrën, pra është kontribuese për shoqatën e Vatrës, po. Do të kalojmë tani tek një foto tjetër, do të njihemi me një tjetër personazh, edhe ai është pjesë e bordit të shkollës. Janë shumë të rëndësishëm personazhe për të njohur, sepse është e pamundur nëse nuk kemi një bord të konsoliduar për ta mbajtur në këmbë një institucion arsimor. Po, zotëria është? Zotëria që shikoni ju tani atje është Tasim Ruko, president nderi i shoqatës Vatra. Dhe mund të them me plot gojë se në vitin 2017, kur shta për shkolla e parë Shqipe Vatra, ka qenë ai që ka vendorur dhe ka thënë që kjo shkollë do të hapet patjetër. Dhe u hap. Kjo shkollë suportohet nga shoqata Vatra, siç e thatë dhe juve, qoftë nga ana materiale dhe nga gjitha pikpamjet çfarë do që ndodhin probleme në shkollës, bordi Vatrës është në krye të shkollës. Por Shkolla Shqipe Vatra që është hapur në 2017, për herë të parë, është mbyllur në kohën e pandemisë të Covid. Sigurisht ishte mbyllur në gjithë shkollat e tjera dhe ne e mbyllëm shkollën. Dhe kjo shkollë u rihap përsëri në vitin 2020 dhe vazhdon. Falë dhe iniciativës të këtyre njerëzve dhe këmbgurjes së tyre, pastaj ne të tjerët jemi që punojmë. Po, do të jemi me tjera antarë të bordit, të gjithë japin, të gjithë kanë detyrat e tyre. Janë detyrat janë të ndara dhe të caktuara. Për shembull, Vatra, ndërkohë që se nuk ishim se t'ju ndanim nga vllai juaj, Meri është motra e këngëtarit njohur Mjallaç Andrea, është kënaqësi që njerëz intelektual, qytetar të tillë lën emër dhe gjurmë kudo në çdo cep të botës që ata shkojnë. Unë nga se kam zgjedhur këtë foto, jo pa qëllim. Dhe më pëlqen ajo foto. Unë e di që Meri nuk do të flasë për vete, nuk do të flasë për kolegët e për antarët e bordit, po gjithë kanë një rol të rëndësishëm edhe Meri ju është caktuar një detyrë shumë e rëndësishme në shkollë. Që është hapur shkolla, që në fillim drejtoresh e shkollës. Kështu që është një menaxhere shumë e mirë, një drejtuese duhet të jetë vizionare për ta drejtuar një shkollë të tillë. Fotoja që është më për zemër për mua. Kjo foto është bërë një parti të madhe që kemi bërë në Clearwater për Mjallaç Andrean. Duke folur për këtë njeri me merita shumë të mëdha dhe kjo foto ka ndëruar vëllain tim. Në këtë foto nuk kam dalë vetëm unë, po kanë dalë dhe shumë shqiptarë amerikanë edhe amerikanë kanë dalë dhe është fotoja më për zemër për mua. Ndërkohë, tani do të hyjmë brenda në shkollë. Në mjediset e shkollës do të njihemi me fëmijët që janë një numër i konsiderueshëm, me klasat, me mënyrën se si është organizuar kjo shkollë, si funksionon, tekstet me cilat punojnë mësueset, kryesisht janë mësuese. Këtu jemi në një mjedis klase. Po, mësuese, po. Jemi në një mjedis klase aty? Si organizohet në fakt mësimi? Sa është numri i nxënësve që frekuentojnë? Për herë të parë unë do të flas
sepse e lam më njanë sekretarin e shkollës, që është profesor, doktor Bledar Prifti. Po është ai që na ka rregulluar ambientin e shkollës në një kolegj, Kolegji St. Petersburg. Është me të vërtetë madhështi për neve që të kemi ambient në kolegj. Dhe atje të zhvillojmë ose të kemi shkollën për gjuhën shqipe. Këtu ju shikoni një nga klasat ku mësuesja po diskuton me fëmijët në një orë mësimi. Ju e shikoni që pajisjet, këtë janë pajisjet tamam për shkollën me tabelat për të shkruar fëmijët, me monitorët e ndryshëm, televizorët në përmur, domethënë është një shkollë tamam e kompletuar me të gjitha elementet që shfatit tonë më i madh, kemi 2 vjet në këtë shkollë, se më parë kishim ambiente të tjera. Është një fat i madh që ne kemi këtë shkollë kaq të bukur, dhe me thënë të drejtën, edhe ne vetë kur shkojmë na duket vetja tamam. Sa shkon numri fëmijëve në shkollë? Ne vjetë kishim 60-70 fëmijë. Si vjetë nuk mund të jap numër, sepse unë kam qenë këtej, me pushime. Në 4 tetor ne kemi ditën e parë ceremoninë e shkollës, dhe atje do të bëhet regjistrimi dhe ata që janë atje kanë filluar punën. Do të shikojnë numrin. Shkon 6-14 vjetë. 6 vjeç deri në 14 vjeç. Duke patur parasysh që pothuajse gjithë kanë një qëllim, mësojnë gjuhën shqipe, si organizohen klasat? Nuk është dhe ka që thjeshtë? Nuk është e thjeshtë, po ne nga eksperienca e punës tonë, sepse ka shumë vite, ne kemi ndarë klasat në grupe. Në grupin e parë janë fëmijët e vegjël, 6 vjetë, ka dhe deri në 7, që nuk din fare shqip. Pastaj grupi 2 është grupi më i përparuar, është sigurisht më të rritur, dhe grupi 3 janë fëmijët e rritur 13-14 vjetë. Këtu tash ishte jo një çik, po është shumë diferenca dhe dhënies së mësimit në grupin e të rriturve. Megjithëse edhe në grupin e të rriturve kemi dhe fëmijë që nuk din fare shqip, dhe kjo është më vjen keq ta them, po ndodh dhe kjo. Nuk mund t'i vëmë në grupin e të vegjëlve. Këtu kemi pastaj përpjekjet që duhet bëjnë prindërit, po nuk është dhe ka që thjeshtë. Këtu është pikërisht dita e parë, ceremonia e hapjes së shkollës. Është një ceremoni që organizoni çdo vit. Tani do të bëjmë ceremoninë në 4 tetor të vitit të ri shkollor. Po pothuajse është një jetë gjatë. Veçantë ditës së parë. Dita e parë është shumë e veçantë. Fëmijët duhet ta kuptojnë që kjo është një shkollë e cila ju krijon mundësi për të folur një gjuhë tjetër. Kjo është gjuhë tjetër, por gjuhë e nënës, është gjuhë e prindërës. Një gjuhë tjetër në e thash një gjë të tillë sepse pak më vonë do zbulojmë Merin që kjo do nesër mund të jetë një gjuhë që do t'ju vlejë të gjithë atyre përrimeve që do të ndjekin studimet e larta në Amerikë, se ka një përpjekje të vatrës për ta çuar shpresojmë që ta realizojmë. Institucionet e arsimit të lartë në botën akademike amerikane, dhe kjo është një arritje shumë e madhe pastaj për gjithë komunitetin e shqiptarëve që jetojnë aty. Prandaj thash një gjuhë tjetër, se do të ngelet një gjuhë e dytë për ta. Kemi një staf të kompletuar këtu. Këtu tash i marrin pjesë, sigurisht unë, Tasimi, që është administratori i shkollës, Bledari që është sekretari i shkollës, pastaj kemi antar të bordit, disa të ftuar, prindër, nxënës, fëmijë. Do të thënë është një të gjithë e din rolin që kanë, e din rolin dhe rëndësinë që kanë. Kjo ceremoni është shumë e zhvilluar, sepse këtu në këtë ne marrim dhe hemrat në shënim të fëmijëve që do të vinë në shkollë. Ka një regjistër. Ka një regjistër. Fotoja është shumë e bukur sepse gjithë ata që do ta shohin do kuptojnë që ka një ndarje aty, është një mjedis i përbashkët. Ndajmë klasat. Janë të detyruar të ndajnë klasat edhe për shkak të niveleve që kanë fëmijët. Janë gjithë të kompletuar, duket që ka një interes shumë të madh. Të duket që është grupi të vegjëlve dhe në krahun tjetër janë të ndara në 3 mjedisë, sipas grupeve. Ky është mjedisi i parë, vazhdon i dyti, i treti me radhë. Po këtu siç po e shikoni ju, fëmijët kanë në dorë bangot atje. Kanë abetare, fletoren e punës, dhe në këto moment janë duke dëgjuar mësuesen që jep mësim. Po, çfarë lëndësh ofrohen në shkollë, zonja Meri? Këtu siç e shikon në këtë foto, jemi në një proces mësimdhënie, po puna me grupe. Sepse ne mundohemi që fëmijët i kemi dhe në grupe të bashkuar, sepse përpiqemi që fëmijët të njëri me tjetrin, duke folur, duke diskutuar njëri me tjetrin, e kanë më të lehtë dhe folurit. Po, të folurit. Problematikën më të madhe në thonjza e kanë tek e folura apo tek e shkruara? Tek e shkruara.
tek e shkruara. Nuk kërkojmë shkrim të bukur si që bësh, nuk e di tani bëhet apo s'bëhet këtu që kërkohet shkrim. Kaligrafi në fillore. Ne kërkojmë vetëm që të shkruajmë, nuk kërkojmë gramatik. Mirë ishte ta kërkojmë, por nuk dihet. Rëndësishme është që ata të kuptojnë që çdo foneme i përgjigjet. Ja, të shkruajmë. Këtu është një orë mësimi, një orë mësimi dhe këtu është me mësuesve. Kjo këtu nuk po i thejmë emrat e mësuesve, se e ti pse, se kemi disa ndryshime në emra për këtë vit. Stafi i mësuesve sa shkon si numër? Stafi i mësuesve për vitin që kaloi ishte 6. 6 veta. Të gjitha mësuesit janë të certifikuara. Edhe këtë vit. Asnjë nuk ka të drejtë të jetë mësuese në shkollën shqipe, pavarësisht nga dëshira që mund të ketë dhe nga vullneti për të marrë pjesë ose për të ndihmuar shkollën shqipe, po pa patur diplomat e mësimdhënies, nuk mund të marrin pjesë në shkollë. Për të ndihmuar, vinë, ndihmojnë, bëjnë aktivitete në probleme të tjera që kemi, po jo për të dhënë mësim. Mësimi jepet nga mësueset specializuara. Këtu në këtë... Pra, kalojnë edhe mësueset në një filtr, patjetër. Pastaj do të ju jepet e drejta që të bëhen pjesë e këtij stafi mësimor. Se ne kemi, organizohen edhe aktivitete, se është e pamundur. Ne kemi dhe mësuese që janë atje dhe kërkojnë të japin mësim. Po pa i parë kush është, si është, çka ka qenë, ku ka punuar, si ka punuar, eksperjenca, nuk është e pamundur të pranohen. Edhe unë për veten time, me që arritëm këtu, unë kam 2 diploma. Kam diplomë për mësues ciklin e ulët, nga pedagogjike që kam bërë këtu, dhe cikli lartë për gjuhë letërsi. Gjuhë shqipe dhe letërsi, kështu që edhe mësuesit duhet të jenë. Ashtu duhet të jenë edhe mësuesit. Aktivitete shumë bukura dhe ta diskutojmë këtu është një mësues, flamuri nuk e heqim. Jo, nuk e heqim flamurin, nuk e heqim bluzat e kuqe që ju kemi bërë fëmijëve, biles kur dalin piknik kanë edhe nga një kapellu. Po kështu. Me shqiponjën. Dime dëshirë në aktivitete me re? Shumë. Kanë qep. Ja dhe këtu është pregatitja e një grupi artistik të shkollës. Mësuesja Lida këtu, e cila është mësuesja që jep muzikën, këngën, e grupit artistik, pa e përmbledh me një fjalë të vallëve, dhe këtu tash po mësojnë një këngë. Ju siç e shikoni në tabelat atje, fjalët e këngës janë edhe të shkruara, edhe me zë, edhe me fjalë që ta kenë fëmijët më lehtë. Infrastruktura e brendshme e shkollës është e përsosur. Është e kompletuar dhe i ndihmon fëmijët që ata të ecin të... Edhe në tavolina, njerë janë kështu në tavolina së gjati, pastaj kemi edhe tavolinat që punojnë. Meri, përveç financimit të drejt për drejt që keni nga Vatra, është sigurt. A ka mbështetje nga komuniteti? Ka shumë. Të parën duhet të për zonjën Fatimi, për Endri Filipin, që është zëvendës presidenti i Vatrës, për Marion, janë disa antarë që merren me biznes sigurisht, të bordit të Vatrës, që janë në krye të ndihmës që japin monetare, por do ta them më vonë dhe për diçka tjetër që ne e përdorim çdo të shtunë në shkollë. Po ka dhe biznesmenët të tjerë që kanë dëshira dhe japin ndihmë. Neve vjet morëm abetaret dhe fletoret e punës për fëmijët. Na duheshin rreth 60 copë. Po 60 abetare, 60 fletore. Kemi prindër që kanë fëmijët në shkollë, që erdhën në Shqipëri, blenë librat, blenë abetaret, blenë fletoret e punës, nuk kërkuan nga ne asnjë gjë, sepse ne nuk kishim që të jepnim, dhe erdhën ja sollën fëmijëve të shkollës. Fëmijët e shkollës nuk paguajnë asnjë gjë, ne kemi siguruar ata me dosjen e tyre personale që kanë, që të futin abetare, të futin fletoren e punës, kanë edhe një tabelë që shkruajnë dhe e prishin, që mos përdorin, po bën diçka e shkruan gabime, e prish e bën prapë, dhe stilolapse to janë të paluajtura. Cili ka lidhje dhe veta personale me të cilat punon, po ndërkohë ju keni bërë përpjekje që jo vetëm të flasin dhe të shkruajnë shqip, por të kalojnë në një nivel tjetër, të njihen edhe me historinë e popullit shqiptar. Këtë e bëjmë në grupin e tretë, kur janë pak më të rritur. Sepse me fëmijët e vegjël 6 vjeçar nuk të kuptojnë njerë. Megjithëse në bisedat që bëjnë mësuesët, kur bëjnë bisedat e lira, si ka emri mamaja, po babaj si ka emri, nga cili qytetini, nga cili vend jetoni, ku jetoni, si jetoni, çfarë ngërdrek sot, çfarë u gaton për të parë traditën. Ja, traditën. Shqiptare. Do të bëjnë të gjithë, po më të tekstuar, që bëhet në grupin e tretë. Pra, fëmijët janë pak më të rritur, fillojnë të kuptojnë më shumë.
Shumë interesante. Edhe këtë... Ju krijoni hapësira që nëpërmjet njohjes historisë së popullit të njohin edhe pozicionet në cilat ndodhen qytetet e prindërve të tyre, gjeografinë në hartë. Ku është Korça? Ja Korça ku është. Po Korça kë qytet ka hapur? Për shembull, me kuptime këtu të thjeshta. Sa besoni se do të lindë dëshira e këtyre fëmijëve që nesër të vinë ta shohin, ta vizitojnë Shqipërinë? A të jap një shembull konkret? Po, më thuaj. Është personal. Këtë vit djali tim për herë të parë sjell të 2 fëmijë në Korçë. Në Mjallaqe sigurisht. Dhe ata jo vetëm që u kënaqën, po kur shkuan atje në Panda, e kur dëgjuan që të gjithë këndonin atë, nuk e di, atë atmosferë të gëzuar, të lumtur, e tha, "Moj nën", më thanë mua, "që ka i bukur Korça." Po e di çfarë i thashun? Do filloni të flisnim shumë shqip, se daja nuk ju kupton. E tani tash kur të vëmë mot prap, do të thotë dëshira për të erdhur përsëri. Edhe për ta njohur vendin. Ndërkohë, shkolla ka krijuar mundësinë që fëmijët edhe të drekojnë aty. Po, patjetër. Pra, sepse fotot që po shohim tregojnë pikërisht momente të tilla, e gjitha e financuar nga Vatra. Ju kryet mundësisht edhe të nga antarët e një orë pushim aty dhe të njihen më nga afër me njëri tjetrin. Nga antarët e Vatrës, nga bordi i Vatrës dhe nga të tjerë, persona të tjerë, të cilët ndihmojnë. Do të thënë pas orës së dytë, fëmijët kanë pushim, ju serviret ushqimi, kurse kjo është një aktivitet që ka bërë Vatra së bashku me shkollën, është hyrja e fëmijëve në aktivitet. Mua më pëlqen kjo hyrje. Çfarë lloj aktiviteti? Veç festës së pavarësisë, që është një festë që absolutisht ku ka shqiptar. Këtu pikërisht është festa e pavarësisë këtu në këtë kohë. Këtu është festa e pavarësisë. Përveç kësaj feste. Ka shumë festa, kemi shumë festa. Kemi për shembull festën, këtë vit festuam edhe të Kosovës, pavarësinë e Kosovës. Po grupi i shkollës tash, së bashku me mësuesët kanë përgatitur grupi artistik, këngë, vjersha, valle. Pastaj vazhdon vallet të rriturve, fillimisht të shkollë. Ndërkohë ju organizoni festa edhe për ditën e mësuesit? 7-8 marsi, janë cili festohet, kur flasim për 7 marsin, flasim për ditën e mësuesit në Shqipëri, sepse dita e mësuesit në botë festohet në datën 5 tetor, ka një konotacion tjetër. Ne festojmë në 7, ne vazhdojmë datën. Ju festojnë datën 7 mars, për kuptuar në fakt edhe historikun e kësaj feste, pse në Shqipëri festohet në 7 mars. Me ose pa dashje e lidhni edhe me zhvillimin, me historinë e zhvillimit të arsimit shqiptar. Në Korçë. Dhe mua më pëlqen, sepse këto gjërat që janë në Korçë më pëlqejnë më shumë. Të njëjtën gjë bëni edhe me festën e nënës. Nëna festoi 2 herë tek ne. Më vjen keq, po ne festojmë 8 marsin, po festojmë edhe në maj, ditën e gruas. Ditën e gruas. Është festë e nënës. Megjithatë me fëmijët e ndani si festë 8 marsin. Jo, e festojmë të dy palët, po unë këtu do ndalojmë çik me që festimi 7-8 marsit. Fëmijët bashkë me mësuesët për 7 marsit përgatitin kartolinat për mësuesit. Të shkurta, mos kujtonte se bëjnë ndonjë, jo, diçka të shkurtë, me 2 fjalë të shkurtëra shqip. Kjo është një kartolinë e thjeshtë, po kjo ka kuptim shumë të gjerë. Po ta marrësh një fëmijë i vogël, 6 vjeçar, të bëj një kartolinë të tillë, të uroj nënën, për mua si prind është gjë e madhe. Janë gjëra të thjeshta, një zemër, dikush ka bërë një lule, në fletë të veçanta, fletë për e fletorëve që ja u japim ne. Kurse për vitin e ri, ne ju japim kartolina. Kështu që ka mundësi që të shprehin dëshirat e tyre. Tani u kthehemi tek fotoja ku kemi stafin, besoj, është në këtë grup njerëzish që ju po shikoni, të ulur poshtë, që janë ulur, është mësuese valleve dhe Endri, është nga Korça, ky Endri Filipi, është zëvendës presidenti i Vatrës. Në krye fare, sekretari i shkollës shqipe është profesor, doktor, jep mësim në kolegj dhe ai ka gjetur ambientin e shkollës, sekretari i shkollës shqipe dhe sekretari i Vatrës. Më pas ai me bluzë të bardhë është presidenti i Vatrës, i Sufi, vazhdojnë mësueset, ndërsa ajo me flokë të zeza ka ardhur nga Kanadaja për të marrë eksperiencën në shkollën tonë. Nga cilat qytete janë kryesisht mësuesat? Po tash nga Kliruotri i kemi. Ato për këtë nga Shqipëria. Nga Shqipëria kemi nga Tirana, më shumë nga Tirana, nga Korça, Fieri, të ndryshëm.
Është bashkuar Shqipëria, edhe këtu në shkollë. Kërërbjeva që mori një intervistë me ne atje, gazetarja, e tha nuk e marrë veshta. Presidenti është kosovar, i Stufi. Ti meri je drejtoresha nga Korça, si merreni vesh ju të dy? Jemi në një moment të dhënies së mësimit. Të dy mësuesit, ajo e para është e grupit 3, e fundit është e grupit të rriturve. Këtu tash është momentet e një festimi që kemi bërë, këtu është vetëm bordi i shkollës. Vetëm bordi i shkollës. Bordi i shkollës. Si ndikon shkolla në ruajtjen e identitetit kombëtar të fëmijëve të diasporës? Ndikon shumë. Sepse neve krahas mësimit që bëjmë, japim edhe dignitetin kombëtar. Flasim për Shqipërinë, flasim kur shoh. Sa janë figurat e kombit shqiptar fëmijët arrin tani? Kjo nuk arrihet plotësisht, por në grupin e të rriturve mund të arrijë. Jo mund të arrijmë diçka, nuk mund të them plotësisht. Çfarë sfidash keni hasur ju në ruajtjen e gjuhës shqipe tek brezat e rinj, edhe në përçimin? Në kontaktin që keni pasur, se kur flas për brezat e rinj, flas edhe për prindër të rinj që kanë krijuar familjet e tyre në Amerikë. Ju thash që në fillim që ambienti i shkollës është një ambient shumë i bukur. Ne para se të hyjmë në klasat e mësimit, shkolla jone se ka shkolla, se ka kolegji. Kemi një hall të madh, sallë të madhe, ku prindërit kanë shumë dëshirë të lënë fëmijët në klasë dhe të qëndrojnë në hallin e shkollës, këtu bëhet lidhja e shqiptarëve. Domethënë, shkolla në këtë rast luan edhe rolin që të mësojnë në shqip fëmijët e tyre, po luan rol edhe bashkimin e shqiptarëve njëri me tjetrin. Sepse po ta shikosh, shqiptarët janë për punë gjatë javës, nuk janë të lidhur plotësisht, largësisht. Po edhe lodhja dhe këtë dhe atë, dhe kur vinë në shkollë, në atë ambient, gjenë qetësi. Meri, shkolla zhvillohet vetëm një herë në javë, ditët e shtunave, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë për prindrit të cilët mund të jenë pushim, të bëhen bashkë tek holli i shkollës, ju ja krijoni këtë hapësirë. Kanë edhe kafe atje, mund të pinë. Kanë krijuar dhe miqësi me njëri tjetrin. Jo miqësi, po kanë krijuar dhe miqësi familjare, sepse edhe kur bëjmë ato party, siç i quajmë atje aktivitetet artistike, thonë, duam tavolinat, ne i duam tavolinat, prindrit flas, vetëm prindrit e shkollës në një tavolinë të grumbulluar. Këtu jam unë me zotin Tasim, administratorin e shkollës, veshur me fustanin me veshje kombëtare, sepse pikërisht neve në këtë kemi bërë një aktivitet. Emisionin do ta ndjekin tani të gjithë ata, sepse televizioni ynë shihet përtej kufive shqiptar. Si mund të regjistrohet, çfarë procedurash ndjek një familje shqiptare për ta regjistruar fëmijën në shkollën tuaj? Se ka shumë të lehtë. O do marrë mua në telefon, o do marrë Tasimi, se ne merrim me regjistrimet, ose do ta lejë regjistrimin në datën 4 tetor kur bëhet ceremonia. Pra mund dhe ditën e parë të shkollës dhe me njëherë të regjistrohet për të ndjekur. Unë pa harë erdhur këtu në Korçë, më morën disa prindër dhe më kërkuan që t'i regjistrash, sepse këta që kanë qenë, këta e kanë emrin dhe janë. Po ka dhe të rinj që duan të vinë, duan t'i bashkojnë shkollës. Biles 2 ishin nga St. Petersburg, është më them 30 minuta larg nga shkolla. Dhe më thanë, Meri, kështu, i thash unë dëgjoj, më lini numrin e telefonit se unë do të shkoj, po mos jeni të sigurt që procedurat janë shumë të thjeshta, mjafton që të kemë vullnetin dhe dëshirën. A keni bashkëpunime me shkolla të tjera shqipe në qytete të tjera në Amerikë? Ju thash pra me Kanadan. Ka erdhur që nga Kanadaja, zonja që ju pat në foto, vetëm për eksperiencë. Tani dëgjova që ka dhe në Naples shkollë shqipe, ka në Jacksonville shkollë shqipe, do të thënë kanë filluar shkollat shqipe, po, të krijojnë një rrjetëzim që po ja, po bëjnë. Të krijojnë një rrjetëzim. Për në Florida flas, sepse siç u thash në fillim në bisedën që bën personale të dyja, shkollë shqipe kishte edhe kur isha unë në Worcester, Massachusetts. Do të ka përpjekje të shqiptarëve, kudo ku ndodhen ka. Flasim për mënyrën se si ngrihet edhe se si arrin të funksionojë. Pikërisht organizimi i një shkolle do të sjellë pastaj edhe jetëgjatësinë ose jo të saj. Ajo është puna e mësuesit, puna e bordit të shkollës, çfarë punë bën? Në rast se bordi i shkollës, mësuesët që japin mësim, duke filluar që nga unë mësuesët, nga të tjerët, administratori, sekretari, vatra që janë të tërë të lidhur, sepse po mos jenë të lidhur të gjithë këta bashkë nuk mund të realizohet asnjë gjë. Dhe në rast se shkolla ka rezultate,
diskutim që jetë gjatësia. Jetë gjatësia, është e mirë. Po them që kjo shkollë, për shembull shkolla e Vatrës, u mbyll në kohën e pandemisë, u hap me njëherë dhe po vazhdon akoma. Dhe po vazhdon normalisht. Pak më parë ndam eksperiencën e blerjes së librave të një prindi shqiptar që i solli me shumë dëshirë dhe me financimin e vet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A keni pasur ju kontakte të vazhdueshme me Ministrinë e Arsimit në Shqipëri për të punuar me tekstet unifikuara? Ne punojmë me tekstet e Shqipërisë. Pavarësisht ato blen nga donatorë ose nga sponsor shqiptar, por dëgjuan për kohën e fundit, bile s'pa erdhur në këtu dëgjova, që do të marrim ndihmën nga Ministri i Arsimit. Do të thënë, nuk do të kemi më nevojë në këtë vit që të blejmë tekstet, por ato do të shpresoj, na kanë premtuar, po konkretisht nuk mund të them sa do marrin dhe si do marrin. Megjithëse ne kemi një numër akoma rezervë të librave që kishim, që mund t'u japim. Por shpresoj dhe më duket se do të realizohet. E rëndësishme është që shkollat qëndrojnë koherencë me atë që ka ndodhur, pra me zhvillimin më të fundit të arsimit edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Për shembull, vitin e parë ne kishim abetaren e vjetër, nuk kishim këta abetare që është sot. U ndrua abetarja këtu, vetvetiu dhe ne morëm. Por ne përveç abetares edhe pletores të punës, ne kemi një orë të veçantë. Pas 2 orëve që do të bëhet gjuhë me gojë dhe me shkrim, ora e tretë do t'jetë, mund t'a quajmë më tepër si një orë argëtuese për fëmijët. Pse? Sepse ne do të japim libra me pralla për fëmijë dhe me figura. Jo nga to që i mbushim vizatim. E rëndësishme është rrëfimi. Rrëfimi do t'jepet atje, fëmijë do t'a dëgjojnë në tregimin ose prallën, do të shohim figurën, ndoshta fjalët shqipe dhe mundet mos i kuptojnë në fillim, se tash s'mund të themi që janë të përsosur, po në fund, mbas tregimit, do të bëhet diskutim për atë prallë që ata panë. Pra procesi të dëgjuarit, të kuptuarit, të shprehurit është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm nëpërmjet figurave. figurave. Që ata ta përtitin edhe absolutisht edhe nëpërmjet figurave është më mirë. Ta mësojnë gjuhën. Sepse librat hasni ju vështirësi pas kthimit nga pushimet e fëmijët? Po sigurisht se tash më vjen keq ta them, po kemi dhe prindër që flasin ju pëlqen, nuk mund t'i vë në faj, sepse ata janë për pura që flasin anglisht, dhe kur vepën në shtëpi, ndoshta e kanë si. Vetëm disi që reton imponon të ta bëjnë. E kanë si të vështirë, dhe bile su me prindrit kur takohemi flas, ama the më flisni shqip në shtëpi. Se na ithni dhe ne punën poshtë. Ju leca porosi prindërve, po jo të gjithë mund ta rinë. Po tash ai sa e bëjnë. Çfarë synimesh ka shkolla për të ardhmen, Meri? Kjo është kryesorja dhe në rast se na arrim këtë synim, është puna më e madhe që do të bëjmë. Atëre do të rriqen fëmijët. Atëre do të rriqen fëmijët më shumë për në shkollë, atëre do të kenë dëshirë edhe prindrit që fëmijët e tyre të flasin shqip, dhe vetë fëmijët do të jenë të interesuar për shqipen. Kush është kjo? Mendojmë që në universitetet të pranojnë fëmijët, sigurisht pas gjimnazit, pas shkollës së mesme, dhe të pranojnë një diplomë që të kenë marrë në shkollën shqipe. Pas përfundimit të sa kohë duhet që të certifikohet një fëmijë? Po marrën grupin e 3 dhe në rast ai nuk 3 vite. Po. Duhet ta frekuentoj shkollën 3 vite. Po 3 vite ai ta frekuentoj edhe një. Edhe më shumë sa të ketë qeft derisa ta mësoj plotësisht shkollën shqipe. Nuk u ka të prerë, më fal, gjuhën shqipe. Nuk u ka vit të prerë, për shembull kaq edhe mjafton, jo, ti ke dëshirë, hajde prap. Pra i krijohet hapësira që ai të mësojë tamam gjuhën shqipe dhe me diplomën që do marrë nga shkolla shqipe. I nështrojnë një provimi ku ju kuptoni se deri ku shkon niveli tyre? Patjetër. Mbyllet semestri i parë se po i them tamam se ne po thuaj se kështu jemi. Kështu funksionon. Po funksionojmë tamam me shkollat këtu. Ja, në fund të dhjetorit kemi pushimet e vitit të ri, janarit. Dhe bëhet një test me fëmijët, të 3 grupet. Do të bëjnë test dhe nëpërmjet testit që unë i kam përgatitur. Ju kuptoni se deri në ç'nivel kanë arritur. Po kuptojmë dhe sa ka punuar mësuesi. Është edhe kjo. Sepse nëpërmjet punës që ka bërë mësuesi del edhe rezultati i fëmijëve. Kemi shohim fëmijë të cilët janë certifikuar këtu. Tash kjo është në fund të vitit kur bëjmë mbylljen e vitit shkollor,
të gjithë fëmijët marrin certifikat. Certifikat. Është një certifikat që ndoshta në të ardhmen mund t'ju vlejë, sepse Vatra po bën një përpjekje shumë të madhe dhe është hedhur tashmë ideja që të propozohet qeverisë amerikane që Shqipja të bëhet pjesë e universiteteve dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për gjithë ata shqiptarë të cilët do të jenë të certifikuar, pra njohës të gjuhës shqipe në një nivel të saktuar dhe është ajo që unë thash pak më parë, ta kenë ndoshta një gjuhë të dytë, nuk na vjen mirë ta themi. Jo, pse na vjen mirë ta themi. Ne do të ishte gjuhë e parë, po ne jetojmë kurojmë në një vend tuaj dhe kështu që nëse pa dashje pranojmë një gjë. Do shojmë në foto të tjera tani në ekran për ta vazhduar bisedën. Është shumë e bukur kjo iniciativë e Vatrës dhe bordit. Kjo përveç fëmijëve që ju dham certifikata, unë falenderoj Vatrën e New Yorkut këtu. Më ka dërguar mua të veçantë, drejtuesit, menaxherët e shkollës, kurse shkolla e Vatra e qytetit, sepse është degë e Vatrës, i ka dhënë të gjithë mësuesve për t'i falenderuar. Patjetër, është një stimull shumë i mirë. Meri, veç aktiviteteve që organizohen brenda mjedisit të shkollës, ju krijoni hapësira fëmijëve të dalin edhe jashtë edhe kështu duke qenë më afër njëri tjetrit edhe njihen edhe flasin dhe komunikojnë në shqip. Këto mund përmend për shembull piknikun e verës. E kemi zakon që e bëjmë gjithmonë. Pikniku i verës mbledh të gjithë fëmijët e shkollës, edhe fëmijët të tjerë, sepse prindrit nuk kanë vetëm fëmijë që sjellin në shkollë, ka edhe fëmijët e tyre të tjerë. Motra dhe vëllezër, të gjithë prindrit, fëmijët, pa përjashtim, bëhen bashkë. Plus të ftuar që ftojmë neve, që fton Vatra, që fton shkolla, të gjithë janë të ftuar atje dhe bëhet një piknik madhështor, mund të them, sepse ka dhe lojra për fëmijë atje, plus ushqimet ju kemi thënë prindërve ose pjesëmarrësve që të sjellin ushqimet karakteristike të tyre, të familjeve. Gatimet që i bëjnë në shtëpi. Gatimet që i bëjnë në shtëpi. Dhe i vëmë të gjitha për tavolinat mëdha siç janë ato. Dhe secili pastaj vetë merr pjatën atë që i pëlqen. Po mbi të tëra, ushqime shqiptare, gatime shqiptare. Gastronomia është 100% shqiptare. Dhe duhet të shtoj këtë, për shembull në piknikun e fundit që bëmë, ne ju kemi dhënë dhurata fëmijëve të shkollës, bluza, kapele, stilolapse, bloqe që t'i kenë të tyre, po mbi të tëra, Endri Filipi, një nga vice presidenti i Vatrës, solli free bokse për TV Albania. Ja, vaj, tash me i tha nani boksi. Nani boksi, shikoni Shqip. Ky është një aktivitet shumë i mirë. Është shumë i vlefshëm sepse bashkon shqiptarët njëri me tjetrin. I keni arritur ju pritshmëritë edhe të prindërve, se mund të ketë edhe prindër që ka një dëshirë shumë të madhe që ta mësojnë mirë shqipen. E besoni? Unë nuk e di sa do të arri, po këtë vit mendoj që të hap një klasë për prindrit. Për prindrit? Po, që të mësojnë shqip. Se ne kemi dhe prindër të rinj, kemi prindër që kanë lindur atje me vite. E kanë fëmijë të vegjël që i sjellin, nuk dinë shqip. Ose, kemi për shumë çifte, kanë shprehur dëshirën këta nuk e di tash për të nuk mund të jem, nuk mund të flas 100%, po dëshira ime është që dhe për prindrit të kemi një klasë me të rinj. Shumë e bukur. Sepse e dëgjoj, neve kemi vendi, shkollën e kemi, na duhet një mësues, sigurisht që do gjejmë një mësues. Edhe të merret me gjuhën shqipe të Unë jam e bindur që do të ketë prindër që do t'i bashkohen kësaj iniciative. Nuk e di, nuk mund të flas 100%. Në vend që të zgjedhin të rinë tek holli, besoj do të hyjnë në klasë dhe do të marrin iniciativën ta mësojnë, ta flasin edhe ta shkruajnë. Biles ja vetëm kaq. Po ne nuk e di edhe një mendim tjetër që të hapim klasë edhe për anglishtën, sepse kemi prindër që vërtet të dinë shqip, po nuk dinë anglisht, po dhe anglishtja ato ju duhet. Se vjen doktori, do vjen pas në supermarket. Do të thënë, i duhet edhe anglishtja, por nuk kanë mundësi për të shkuar në shkollë, për shembull që të mësojnë anglisht. Për ta mësuar. Free, se çdo gjë është free atje në ne. Është çdo gjë falas. Pra shqiptarët për shqiptarët. Shqiptarët të bashkuar me shqiptarët. Dhe shkolla shqipe fol shqip. Të kam dhënë një vjershë. Ajo vjershë është bërë nga një prind, që ja ka kushtuar fëmijës së vet. Prindër, na mësoni shqip ne, që dhe ne kur të rritemi t'ju mësojmë shqip fëmijëve tim. Është një kërkesë e vetë fëmijëve. E vetë fëmijëve. Përveç hapjes së klasës me prindrit, që është një mendim që
do ta hidhni Vatra dhe shkolla, sepse shkolla vetë pa diskutim. Nuk mund të vendos vetëm unë. Atje është shkolla, është Vatra, pastaj jam unë. Si mendoni të zgjeroni më tej aktivitetin e shkollës? Ka disa vite që është e suksesshme, kërkesat vazhdojnë? Po sigurisht. Ka. Kanë edhe prindrit kanë qef. Në qoftë se do të ketë kërkesa të fëmijëve që janë mbi 14 vjeç. Po. Çfarë ndodh me ta? Mund të hapet një klasë tjetër për të mësuar gjuhën? Për të mësuar gjuhën, po që s'do kemi mosha më të rritura, sigurisht ato do kalojnë në klasë tjetër. Se nuk mund do shtohet, po patjetër, do shtohet mësuesi, do shtohet një mësues, do shtohet numri i fëmijëve, ai diskutohet. Meriti nuk je shkëputur nga profesioni. Ja. Ke patur një fat shumë të mirë, pavarësisht se ke mbi 30 vite që jeton në Amerikë. Edhe 35 vjet që punova në Korçë. Dhe 35 vite në shkollat e Korçë, Korçës është një fat i madh që e ke vazhduar profesionin. Ta them se Çfarë kam të mungon vazhduar. nga mësimdhënia në Shqipëri? Unë rrjedh nga familja Andrea me mjallaqin këngëtar. Po, mjallaqi është këngëtar, po më parë ka qenë babai tim këngëtar. Babai kishte zë të bukur, këndonte edhe sigurisht ja fali, ja dhuroj. Është trashëguar. Është trashëguar, po unë i them ta dhuroj babai zërin, por gjyshim, babait ka qenë mësues. Po mendo, mësues, ku diu 70-80 vjet përpara, ka qenë në atë kohë këtu në Korçë. Dhe ndoshta ju them unë këtyre, babai ju dha zërin, mua më dha gjyshi dëshirën për arsim. Mirë, si u lidhe ti me këtë shkollë në Florida? Si krijove kontaktet e para? Të gjetën ata ty apo i gjetën Më ti? gjetën ata. Të gjetën ata. Se unë kam qenë në Ustër, vajza, jetonim atje për rreth 13-14 vjet. Kam qenë edhe atje drejtore e shkolle me shkollin që na hapi, atje ishte fatmirësisht dhe atje. Këtu gjeta Vatrën, kurse në Massachusetts në Ustër gjeta majoren e qytetit shqiptar-amerikane nga Korça. Ata kishin marrë informacion për aktivitetin tënd në Ustër dhe kështu që të kërkuan. Kështu që më kërkuan dhe më gjetën e më morën. Dhe të morën. Je lumtur që nuk je ndar profesionin? Jam shumë e lumtur. Dhe kur më thonë nga njerë kështu se i them, unë nuk vi këtë vit mjaft tash, nuk bëj më. Jo, më thonë, do të vish se ne nuk të le. Për merin kanë pasur dhe vazhdojnë ende të kenë nevojë kolegët për të marrë edhe një përvojë të gjatë që ajo ka në mësimdhënie, po natyrisht kanë shumë nevojë, ma beso Meri, më shumë ndonjëherë prindrit, për njerëz që ju besojnë fëmijët e tyre, se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk e përmendëm, po është një shkollë që ka dhe një siguri shumë të lartë. Në momentin që fëmijët hyjnë aty, prindrit janë shumë të qetë, sepse çdo gjë është në dorë të sigurt. Ja pse janë dhe të qetë ata. Unë nuk e di, ne thash ajo, rregulli i shkollës tonë është ky. Fëmia do të vijë për dore me prindin. I pajisur me mjetet që do aty në klasë. 2 pajinçerek, unë i dua prindër dhe fëmijë jashtë, jo brenda në klasë, atje në sallë. Dhe ne si vjet, edhe vjet e bëm, po si vjet do ta kemi çik më të konsoliduar këtë veprim. Prindi do të shkruaj emrin e fëmijës dhe numrin e telefonit. Pastaj do ta fut fëmijën në klasë që ta marrë mësuesi. Dhe vetë, o do qëndroj në hallin e shkollës, o mund të shkojnë bëj pazar, i them, shkoni bëni pazarin, tani shkoni kënaqeni njëri me tjetri, shoqërinë, siç e ke. Me pjak kështu, më shumë për të lidhur njëri me tjetrin. Janë të sigurt, sepse fëmia hyri në shkollë, nuk del nga ajo klasë. E kuptoj. Nuk del nga ajo klasë dhe më falë dhe në tualet, në banjë, kur vena, ne i shoqërojmë. Meri, çfarë të mungon ty nga mësimdhënia në Shqipëri? I ndjek zhvillimet e fundit të arsimit? Po kur dëgjova mungesën e fëmijëve në për shkollat. Të ka dhimbur kjo gjë? Më ka dhimbur shumë biles. Kur dëgjova që shkolla po janë të ishte mbyllur. Kjo shkollë nuk ka fëmijë, kjo këtu. Kur dëgjova që fëmijë do të ikin nga fshati edhe vënë në shkollat e qytetit. Pse? Çka ka shkolla e fshatit? Më fal. A nuk ka mësues shkolla e fshatit? A nuk ka mësues të mirë kudo? Ka. Edhe këtu ka. Mësues të mirë. E më dhembi ka pak kjo, edhe i thash njerëz, një shoqes time, se po thuaj se të gjitha i kam takuar gjatë kohës që kam qenë këtu, i thash po mirë me, a i kujtoj të veçar në asinde, me po lule vinin edhe jashtë, mlitin mirnin 2 lulka, sa atë në pas kushtave që kishën dhe kur vinë në një shtator, po na i sillnin lulet me qef të madhe një përqafe dhe thash, këto nuk pa ishin. Këto të mungojnë? Më mungojnë. Mirë, unë do ta mbyll këtë intervistë me një urim në fakt që pavarësisht se Meri nuk do që të flas vetë për vete,
një urim që Vatra në Tampa i bën Merit, e ka nderuar atë duke i dhënë menaxhimin e këtij institucioni arsimor shumë të rëndësishëm. I uron asaj një jetë të mbushur me gëzim, me shëndet, me dashuri. Antarët e Vatrës i urojnë Merit dekada të tëra, plot lumturi, suksese. I shprehin mirënjohje pafund për kontributin e jashtëzakonshëm në promovimin e kulturës trashëgimisë shqiptare, sepse me përkushtimin dhe pasionin e saj të palodhur, ajo ka ndryshuar rrugën për brezat e rinj, duke ju mësuar atyre vlerat, gjuhën dhe traditat tona të çmuara. Meri duket që është kthyer në një frymëzim për gjithë komunitetin shqiptar aty, duke u kthyer në një urë lidhse që forcon identitetin ton dhe i bashkon shqiptarët tamam si një familje e madhe. Kështu që falenderimet vijnë nga gjithë bordi dhe nga gjithë Vatra, Tampa, Baj. Meri, ti nuk do të flasësh shumë për vete, po unë e di që ti ke dhënë një kontribut shumë të madh, se nuk janë pak 35 vite në Shqipëri. Kështu që në emër gjithë atyre ish nxënësve të tu, apo ish kolegëve që janë duke të ndjekur, të urojnë jetë të gjatë, po edhe me shumë aktivitete, se një mësuese nuk mund të konceptohet dot që të ri edhe të ri në shtëpi vetëm me nipër dhe mbesa. Unë e di që do vazhdosh të japësh kontribut të jashtëzakonshëm për fëmijët e gjithë shqiptarëve që punojnë aty, dhe ta ngresh lart zërin për ta mësuar shqipen, për ta folur bukurishtëm ashtu siç na kanë mësuar ata. Ashtu siç e flasim ne, sepse ju po na i prishni këtu. Jo, po në përgjithësi po i prishim. Ka rezervat veta dhe është një temë tjetër diskutimi. Falenderoj shumë që ndavi gjithë përvojën, folëm gjëre gjatë për mënyrën se si funksionon kjo shkollë që ju e keni quajtur Shkolla Shqipe. Jo, shkolla quhet Shkolla Shqipe Vatra. Shkolla Shqipe Motoja e Vatra. kësaj shkolle është. Motoja është fol shqip. Fol shqip se je shqiptar. Fol shqip se je shqiptar. Në këtë moto ne do ta mbyllim edhe bisedën për sot me Merin që është drejtoresh e kësaj shkolle, por natyrisht falenderojmë, përshëndesim të gjithë anëtarët e bordit, Vatrën, që janë kontribut të jashtëzakonshëm, patjetër sepse nuk mund të mbahet shkolla. Një shkollë gjallë nëse nuk ka kontribues të mirë edhe dashamirës të mirë, stafin e mësueseve që i falenderojmë shumë, ju urojmë punë të mbarë, krah të lehtë për të vit të ri shkollor, prindrit edhe natyrisht shumë sukses në nxënësve. Faleminderit. Dhe unë, me qenë se kam rastin, përshëndet gjithë miqtë e mi, mikeshat e mia, koleget e mia, që kemi punuar së bashku për 35 vjet këtu në Korçë, dhe me cilët shumicën e tyre u takova në të ditë pushime. Por, unë do të përshëndet edhe miqtë e rinj që kam andej nga Florida, se ato janë të rinj, këtu janë miqtë e vjetër, edhe miqtë e mi që kam në Florida, ju përshëndes, ju uroj shëndet edhe gjithë të mira, miru takofshim të hënën në 5 tetor. Alfabetin ton të mërë në shpejto burani, shkronjat tona janë të arta, apo duan dhe shqipëria, dhe jashtur, dhe së lënat, ty të parkar. Meri Andrea Kodra ishte mësuesja drejtoresha e një shkolle që do flet dhe mëson vetëm shqip në Florida të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ajo ndau me ne këtë rrëfim shumë të bukur për gjithë teleshikuesit e ekranit ton. Do të rishihemi me të tjerë të ftuar.